27 marsi njihet ndryshe si dita ndërkombëtare e teatrit. Shkodra, qyteti i artit dhe kulturës, në dekada ka luajtur një rol të rëndësishëm në zhvillimin e artit shqiptar në tërësi. Këtu datojnë shfaqjet e para, krijimi i teatrit, dhe nga ky qytet dolën një plejadë art artistësh që lartësuan emrin e saj dhe të artit në tërësi. Rita Gjeka është një prej aktorëve që përgjatë jetës së saj artistike ka patur fatin të luajë krahemrave të mëdhenj, por edhe të drejtojë një institucion si Teatri Migjenin deri kombit. Sot mes emocionesh, ajo rrëfen se çfarë do të thotë për të teatri dhe një jetë e kaluar në skenë. Unë nuk kam ditë kur me nda jetën nga teatri. Kam pas një periudhë që thoshe kam i djale i vajzë, djali ishte teatri, dhe në këtë periudhë Silja ka kene vogël edhe ishte shumë xheloze. Edhe më thote, ti ma shumë dënë teatrin se mu. Sot ashtë e rritur edhe e kupton që nuk ashtë kështu, por pse nuk e du teatrin, e du si një fëmijën tem, pas një diskutim, se unë nuk di me jetu pa teatrin. Sfidat artit shqiptari ka patur të mëdha, ndërsa është dashur shpesh të përballet me burokracitë, që veçanërisht në këto 3 dekada ka krijuar politika. Por Shkodra artin e ka në gjak dhe të gjitha këto janë kapërcyer, falë edhe spektatorit unik që ajo ka. Asnjë gjë nuk e nal teatrin. Domethënë, kush do që të çohet për me e nal, nuk mundet. Është e pamujtur, është aq i vjetër, edhe është aq i lashtë, edhe është aq i pa tunun, sa asgjë nuk mundet me nal. Lodhen kot. Lodhen kot mos me i dhanë vëmendje, është e pamujtur. S'është një gjë që mund të bëhet. Jo, unë nuk mundem me kritiku vedin. S'di me kritiku. Për mu teatri ka gjithmonë përparësi, pa asnjë diskutim. Një gjatë që bëhet me mund, me djerës edhe me shpirt, nuk mund të kritikohet. Edhe kjo se del një shfaqje jo krejt e mirë me kritiku ti nuk mundesh, sepse je mren. Unë një vedin prap mren në teatrit, sepse nuk të thash edhe më parë, unë nuk di me jetu pa teatrin. E një vedin mren në teatrit Migjeni s'diskutohet, po mren në teatrit në përgjithësi. 2025 ka qenë për trupën e teatrit Migjeni e veçantë, pasi shfaqja Vizita e bën të parin teatr me një rrugtim të tillë në Europë dhe pjesë e disa festivaleve të rëndësishme ndërkombëtare. Shkodra 76 vjeçe si teatr profesionist, imagjino që shkur jena. Shkodra është Shkodër, teatri Migjeni është teatri Migjeni, dhe ky hap shumë i rëndësishëm që në fakt asnjë prej teatrave të tjerë në Shqipëri nuk e bëjnë, po mu nuk ka se mban një përshtypje që teatrat të tjerë nuk e bëjnë. A e bëjmë na? Ne në takon, ne e bëjmë, ne kena me bëjë prapë. Njerëzit e teatrit, sidomos spektatorët që janë të kultivuar të teatrit, të shohin si i gjë e shenjtë. Dhe ti njihesh e tillë. Dhe në momentin që ti njihesh se je i gjë e ndryshme prej spektatorëve tjerë, prej jetës atjeshme, prej gjithçkafe tjetër, atëherë kupton vlerën që ti merr. Ti e din çfarë vlerët ke, po e ke si utopi vlerën tënde. Ndërkohë kur e shef të përfaqur prej të tjerëve, atëherë kupton se ti vërtet ke vlerë. Ti e kam fjalën për teatrin, përgjithësi për çfaqjen. Çfaqja jonë ka rrugtim, ka me pas prap rrugtim. Për shembull, unë sot në ndërim të kësaj dite kam dhënë në Facebook një foto të Sold Out, se kam mësuar së fundi këtë fjalën Sold Out, që është në Hungari, ku kena festivalin me 16 maj dhe janë shit tonë biletat. Kjo ditë shërben edhe si një mesazh për të rinjt që me teatrin në Shkodër ka një raport ndryshe. Teatri është thirrje dhe të rinjt nuk ka burr nënët që i nal. Të rinjt në teatr kanë marrë gjithmonë, edhe në kjo se kanë nën kam të gjanë, shumë dalleqe tjera, sidomos prej administratorëve, ata që donë me administru teatrin dhe nuk janë shumë të qartë. Nuk nalet rinia, nuk nalet. Nuk ka burr nënët që nal rinin shkodrane me hin teatr. Absolutisht, linin talente për ditë, kanë me linë për ditë. Unë mund vend diskutim pak vëmendje. Më thanë, kur nuk ka pas vëmendje, po gjithmonë e ka marrë vëmendjen. Edhe më duket kjo është forca e teatrit, që edhe kur nuk ka vëmendje, teatri e merr vëmendjen, se është teatr. Teatri Migjeni me një rrugtim prej 8 dekadash dhe premierat e realizuara ndër vite ka arritur të jetë një ndër institucionet më të rëndësishme në vend, i vlerësuar me çmime të shumta brenda e jashtë vendit.